Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar presë se Shtetet e Bashkuara nuk do të tërheqin sanksionet ndaj Iranit, edhe nëse Teherani dorëzon uraniumin e pasuruar si pjesë të një marrëveshje të mushme bërthamore. Në intervistë të shkurtër për PBS News, Trump e përjashtoi kategorikisht çdo skenar të lehtësimit të sanksioneve, duke thënë jo, absolutisht jo, nuk do të ketë lehtësim nga sanksionet. Deklarata vjen në një moment kur SBA dhe Irani po përpiqen të ulin tensionet e rritur në linjën e mesme, mes negociatave të prishta për programin bërthamor iranian. Ndërkohë, presidenti amerikan ka thirrur dhe një mbledhje të kabinetit për të diskutuar zhvillimet e fundit në krizë, e cila ka sjellë ndikime të ndjeshme politike dhe ekonomike në Washington. Për burimet e administratës, megjithëse më herët është folur për përparim të negociatave, bisedimet mbeten të paqarta, të shoqëruara me pasiguri të lartë edhe shpeshherë me sulme të dypalshme.